Miqtë e mi, mirëdita dhe mirë se erdhën në transmetimin tonë të Drejt për Drejt. Si çdo mesditë do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur, live dhe drejt për së drejti në ekranin më të madh informativ në vend, në televizionin News 24, ku ditën e sotme rikthehen temat, rikthehen edhe personazhet e këtij emisioni. Do ndalojmë pikërisht tek ngjarja e rëndë që e kemi trajtuar disa emisione të vrasjes së Migena Kodrës me datën 8 prill të vitit 2023, në krevatin e saj martesor, ngjitur kishte edhe vajzën 18 muajshe. Kujdestaria e fëmijëve midis gjyshërve dhe babait të fëmijëve është bërë tashmë një çështje e diskutuar jo vetëm në media, por njëkohësisht edhe në gjykatë. Për të rejat më të fundit nga gjykata ne do të flasim vetëm pas pak, jo vetëm me babain e Migena Kodrës, por dhe me vllain e saj, por më shumë ndiqni materialin e përgatitur nga kryeredaktoria emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj dhe rikthehemi në transmetim të Drejt për Drejt për të rejat më të fundit nga zhvillimi i procesit gjyqësor. Migena Kodra u vra tragjikisht nga kunati i saj teksa flinte në të njëjtin shtrat me vajzën e vogël vetëm 2 vjeçe. Një ngjarje që tronditi thellë opinionin publik dhe la pas një dhimbje të madhe për familjen. Pas krimit, autori dyshuar i dha fund jetës në oborrin e banesës. Para aktit ekstrema ishte e parë edhe nga prindrit e tij. Nëna e tij u zgjua nga të shtënat dhe rrëfeu asaj kohe se kishte shkuar menjëherë drejt dhomës, pasi dëgjoi të qarat e mbesës, por në të njëjtën kohë dëgjoi edhe krismën e dytë, momentin kur i biri vrau veten. Një skenë e rëndë dhe tronditse. Megjithatë, edhe sot e gjithë ngjarja mbetet e mbuluar me mister. Arma e krimit u gjet larg trupit të autorit, duke ngritur pikpyetje të forta mbi atë që ndodhi realisht atë natë. Nga ana tjetër, bashorti i Migenës ka deklaruar se për rreth një vit para ngjarjes nuk ndodhej në shtëpi gjatë natës për shkak të punës si taksis në turnin e tretë. Ai gjithashtu ka mohuar ekzistencën e ndonjë konflikti të mparshëm që mund të çonte në një përfundim kaq tragjik. Familjarët e Migenës të përballur me humbjen e vajzës së tyre, nën e 2 fëmijëve të mitur, tregojnë se për ngjarjen u njoftuan fillimisht përmes medias, duke e bërë dhimbjen e tyre edhe më të rëndë. Por drama nuk përfundon këtu, edhe pas 2 vitesh betejë vazhdon. 2 fëmijët e Migenës janë bërë pjesë e një konflikti të ashpër ligjor mes familjes së nënës dhe babait të tyre. Nga njëra anë, gjyshi i fëmijëve ka semi prej më shumë se një viti, po ndjek rrugën ligjore për të kundërshtuar faktin e kthimit të fëmijëve në banesën ku ndodhi krimi. Nga ana tjetër, gjykata në seancën e fundit vendosi që fëmijët të qëndrojnë me babain, një histori e mbushur me dhimbje, mister dhe një betejë e fortë për të ardhmen e 2 jetëve të pafajshme që vazhdojnë ende të jenë në një konflikt. Ndiqni emisionin. Rikthehemi në transmetim të Drejt për Drejt, siç ju njoftova në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, ditën e sotme nuk kam vetëm zotin Kasem Kodra, babain e Migenës së ndjer. Përshëndetje zoti Kasem, mirë se erdhe në këtë studio. Por ka ardhur edhe Arieli, vllai i Migenës. Përshëndetje Ariel, mirë se erdhe në këtë studio. Të falenderoj se keni qenë të 2 bashkëpunues me emisionin Me Zemër të Hapur që nga 8 prilli i vitit 2023, nga momenti i ekzekutimit të Migenës në shtratin e saj martesor, së bashku ka qenë ngjitur edhe vajza 18 muajsh. Më vjen keq që ju hap plagë edhe një herë, por gazetaria duhet i tregoj detajet e asaj ngjarje, sepse ato 2 jetë pafajshme, djali që atë natë ishte fatmirësisht në shtëpinë tuaj siç vinte çdo fundjavë së bashku me nënën dhe me motrën, por që fatkeqësisht vajza ishte ngjitur aty ku nëna ekzekutohet dhe në fakt zoti Kasem nuk e prisja që jehona mediatike, duke falenderuar të gjitha media, të gjitha portalet, i kanë dhënë zë disa detajeve që ti ke thënë në emisionin e shkuar. Edhe pse mund të ishte emisioni i disat, jehona që pati pikërisht që 3 persona nga familja Sinani janë gjetur barut në duar apo fjalët e 18 muajshës, për të kuptuar edhe ekspertët tashmë në gjykat, edhe të gjitha psikologët, edhe të gjitha mediat, që 18 muajshë mban mend gjithçka nga ajo natë. Me mua në studio përballë jush Eda Grimci,
Avokatja e njohur, përshëndetje zonjë, mirë se erdhe. Përshëndetje, Kënaqësi që kam për herë të parë në këtë studio, pavarësisht se bashkë njihemi, por që është një çështje delikate dhe që duhet një mbrojtje juridike. Tashmë ju jeni përfaqësuesja ligjore e familjes Kodra dhe më vjen mirë për këtë gjë. Dhe në krahun tjetër, Irena Shanaj, psikologja jonë e përhershme. Përshëndetje Iren, mirë se erdhe. Përshëndetje Epis, mirë se Ariel, me babin kemi folur gjatë, me ty pak më rrallë, unë të falenderoj se jo gjithmonë je i pranishëm për shkak edhe të punës tënde dhe të jetës tënde private në studion e emisionit Me Zemër të Hapur, do doja të dija si ndjehesh ditën e sotme në këtë studio një herë. Me të rritë pjesës e gjykimeve dhe gjërat jam shumë më i letë se herën e kaluar. Mirë, unë dua t'ju kërkoj edhe juve ndjes, por edhe nënës tuaj zonjës, të cilën e kam telefonuar në emisionin e fundit, edhe pse ndoshta e dija që me zonjën do ishte shumë e vështirë të komunikoja për shkak se unë kam ardhur disa herë në banesën tuaj dhe hera e fundit që kam qenë, ka qenë një traumë, qoftë për mua, qoftë edhe për krye redaktoren e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj, mënyra se si nëna juaj menaxhonte vajzën në atë kohë, por do t'ju kërkoj një ndjesë publike sepse telefonata ishte shumë emocionuese dhe ndoshta mund ta kisha kursyer pak atë telefonat. Nuk e di se si është ndjera jo, mund të ma thoni ju, zoti Kasen, ti kur vajte në shtëpi, si e gjete bashorten? Se kishëm shumë merak çfarë mund ndodhte. U të thash që shkoj e marrëm telefon, që nuk do të doroj, nuk e doron, nuk është... A ishte mirë pas telefonatës? Kam pas shumë merak. I pinë sa ilaçe kështu, kur i kalon, ajo, dhimbja, jo se janë medikamentet shumë po thjesht për dhimbje koke. Nuk janë... Po, është e kuptueshme. Po, keq interpretohen. Mirë, ndalojmë bashkë, Ariel, si janë fëmijët sot që flasim? Fëmijët mrekullisht janë shumë. Sa ishin rritur nga fotot që më tregove? Djali shkoi 7 vjeç, goca në gusht bo 5. Në gusht, 4 vjeç e gjysëm. Ju thatë jeni shumë i kënaqur dhe jeni shumë më i lehtësuar se sa ishte në emisionin e fundit, ku në një farë mënyre, unë thash edhe njerë, kërkesa ndaj gjykatës kishte qenë shumë radikale për heqjen e kujdestarisë babait. Qëllimi kryesor i juaj nuk ka qenë kjo. Ka qenë që ju kërkoni kujdestarin dhe ai të vazhdonte takimet deri në përfundimin edhe të një procesi penal, të një hetimi penal, për cilin ju keni treguar edhe shumë detaje, apo jo? Çfarë ndodhi në seancën e fundit? Mund të ma thuash pak? Po në seancën e fundit... Pra, gjykata e apelit e ka çuar për rigjykim në gjykatën e shkallës parë. Si fillim, gjykata nga shkalla e parë, ke civile, dhe me thonë që unë mora kujdestarin dhe për rritje dhe edukim të fëmijëve, nuk kam qenë dhe kundra, dhe me thonë të heq me drejtën e tij prindërore. Po vetëm kam dash, si që kam thonë edhe ke emisioni parë, që duhet të i shkolloj dhe të edukoj. Mos të ndërpresit paktën edukimin dhe shkollimin e fëmijëve. Do të viti takoj fëmijët. Si që kam thonë edhe prapët e kësaj dite, jam dakord që të viti takoj. Dhe kur është era fundit që Erion Sinani ka ardhur për takuar fëmijët? Vetëm ande psikologë. Jo, kur ka qenë hera fundit që ai ka takuar? Hera fundit me datën 26. Me datë 26. Përpara datës 26, ai kishte kohë që nuk i takonte fëmijët, apo jo? Rreth 2 vjet në mos gaboj? 1 vit e pak. 1 vit e pak. Ai nuk i takonte. Jo, si takon. Takimi i parë i Erion Sinanit me fëmijët si ishte? Ai në takimet... I ftohtë... Nga ana ti shumë i ftohtë. Korrekt? Jo korrekt. Jo korrekt. E tregon në akti ekspertimi. E tregon në akti ekspertimi. Do me thonë që një njëri që ka mall për fëmijët, ose do të kujdese për fëmijët, nuk hak merret, duke bërë disa pyetje që nuk janë të hishme për moshën e fëmijëve që ka. Cilat ishin këto pyetje? Po, çfarë flasin ata për mua? E shajnë babin? Kupton? Janë shumë gjëra të rënda që... Ja u thamë fëmijët këtë gjë? Po, fëmijët atë është dhe... Në fakt, unë do doja të dija, kur fëmijët mbaruan takimin dhe erdhën pranë jush, çfarë ju thanë? Si ishte sjellja e tyre? A kishte ndikuar ai takim në sjellje normale të një të përditshme për një viti e ca që nuk takonin babain? Në momentin që ka mbaruar takimi i fëmijëve, domethënë fëmijët kanë ardhur ishin të lumtur ose të gëzuar paksa, por vetëm vajza kishte frikë. Odaja u gjyshe mos çoni ke shtëpia. Shtëpia e babait. Ka një shpjegim për ty, Ariel, kjo gjë? Ka shumë, se derisa i thotë ajo fëmijë. Nuk ka siguri. Nuk ka siguri. Kush e ka thënë vajzës që do kthehet pikërisht në shtëpinë e babait, aty ku ka ndodhur dhe tragjedia, që fatkeqësisht ajo ka qenë dëshmitarja e vetme? Po, në momentin që gjykata e apelit e rrezoi vendimin e shkallës parë, aty po i përgatitja fëmijë
Jo se nuk I kam thonë ndaj fëmijët, po tu I përgatit fëmijët gradualisht që të I mësojmë idenë që do ikin të jetojnë atje. Edhe aty ka filluar mos atë konflikti, domethënë fëmijë me mua jo po mos çoni, daja nuk më don mua, shkoshin te babi. Pse më thotë mua me ikë atje, se unë nuk do ikë atje. Do rri gjithmonë këtu me ju se kam frikë shkoj atje. Vajza. Po. Kurse djali tha jo, nuk shkoj më atje. Edhe këtë gjë shpreh edhe në pranit psikolog. Pra, ju thoni Ariel që pas takimit mbas një viti e ca me babain, ato kanë qenë pak të trazuar atë ditë. Po. E kuptoj qartë. Ju çfarë I thatë fëmijëve? Si arritët ta qetësonit fëmijët, I kthenit në normalitet, se edhe kjo është një proces më vete që besoj unë që gjykata duhet ta marrë parasysh këtë gjë. Ti rikthehen normalitetit, asaj frike që fëmijët kishin, që kanë treguar me detaje që babai I tyre I ka pyetur jo si janë ata, por pyetjet e babait kanë qenë pikërisht për ju. A I shani ju zotin Erion Sinani apo jo? Ai pyetje që ka po fëmijë ka qenë në mënyrë hakmarrës ndaj nesh. Nuk ka qenë, domethënë, një pyetje për fëmijë prind, që të sillet mirë t'i afroj, t'i japi dashuri, t'i japi afrimitet, ngrohtësi. Po ka qenë mënyra me urrëtie, inate. Ariel, babi thash edhe një herë në emisionin e kaluar, ka pas një heon mediatike në të gjitha mediat, në të gjitha portalet, thash edhe një herë, unë do të rikthehem kujtimit tënd. Çfarë mban mend ti nga 8 prilli I 2023-shit, kur Erion Sinani vinte dhe ishte shumë I pranishëm ato ditë e para? Ndonjë detaj të cilin mund ta ndajmë bashk sot? Ka qenë marrëdhënie të mira. E keni quajtur vëlla njëri tjetrin, po? Qytë ditën, domethënë, unë në datën 8, të mëngjes që kam marrë lajmin, kam ikë te shtëpia, kam marrë vajzën e vogël, që na ka dhënë policia. Po. Do na ka dërzuar policia vajzën, e kam marrë kam ikë shtëpi. Pas ditës kam shkuar kam takuar Erionin, edhe kam kap qafi, kam thonë je vëlla im. Po. Ka pasar në shtëpi çdo ditë, pastaj një herë 2 ditë, pavarësisht se flitet që e kina shtyr ne, e kina ndaluar ne që mos vi çdo ditë ose një herë 2 ditë, pastaj filloi të kërkoj edhe fëmijët. Po. Aty kam thonë, fëmijët të lutem, thash vetëm në atë shtëpi jo. Merr një shtëpi me qira ose të blejmë një shtëpi ose hajde te shtëpia ime jeton. Zilli si dush, vetëm aty mos mi çof fëmijët. Qofse ti largohesh nga ajo shtëpi u të bi fëmijët yt, jeton me fëmijët bashkë. Po. E këtë thash unë nuk kam qef, thash as merr me gjyqe, thash as me policia, as me kështu forcë jeni vëllezër, thash kam vëlla. Jo tha çajm këto fjalë, thash se ne jeni vëllezër, ne do kuptojmë me njëri tjetrin, sa ju jeni mbështetja më e madhe për mua. Po. Vazhdum, pas një viti pastaj filloi të më çumë për urdhër mbrojtje, të po kallëzime trema, se ata janë trema, se unë sa kam kërcënuar në herë atë ose nuk ka asnjë lloj fakti ose lloj arsye që unë e kam kërcënuar. Thjesht ka qenë për pjesë e fëmijëve. Hapi çështën gjyqësore, unë I thash unë që ti po merresh me gjyq, ta zilli gjyqi mos hajde më të taku fëmijë. Ariel, duhet theksuar që gjyqi për kujdestarinë e fëmijëve u hap në një moment që ju kërkuat rihetim të çështjes. Rihetimin e Dhe këtë gjë duhet ta themi në studio për të qenë transparent. Aty filloi të kërkohej kujdestaria e fëmijëve nëpërmjet gjykatës. Se deri në ato momente, unë të paktën si emision kam dëgjuar edhe versionin tuaj në lidhje me ekzekutimin e Migenës, por edhe versionin e bashortit të saj. Unë këtu dua të ndaloj pak me ty. Ju çfarë ju shtyu për të kërkuar rihetim të vrasjes së motrës? Rihetimet janë shumë të qarta. Ku ishte ai dyshimi I parë juaj? Dyshimi I parë që unë është vetëm lëvizja e armëve dhe pastrimi I shtëpisë që kam bërë. Po ti gjatë rihetimit ke zbuluar edhe detaje të tjera të Kam cilat shumë detaje tjera. Po. Janë shumë detaje tjera, plus që është dhe eksperte që nuk lejo të flasë për pjesën e patjetër, që janë hetime duke u bërë, po ka shumë pra, ti thua pastrimi I shtëpisë, arma I krijimit edhe largimi I armës që ne kemi thënë që në momentin e drejta pse nuk shprehen të vërtetë si ka ndodhur. Se një palë ka thonë orën 2:30, pala tjetër ka thonë 4:30. Kjo është vrasje. Nga gjithë saj kohë, çfarë është bërë aty? Mirë, të bëj disa pyetje të paktën ato që janë thënë dhe jo të zbulojmë gjëra të tjera. Thuhet që telefoni celular I Erion Sinanit, edhe pse punon turni 3 taksi, nuk ka punuar prej një kohë sa. 4 orë, më duket 3-4 orë? Aq flitet. Si? Pa aq flitet për 3-4 orë që nuk ka punuar. Për 3-4 orë. Kur e keni zbuluar, në rihetim apo tek hetimi çështjes? Në deklaratë, jo, në rihetim. Në rihetim. Rihetim.
Parat e gjetura në çatin e shtëpisë. Në rjetim, apo që në hetimin e parë? Hetimin e parë. Në hetimin e parë. Në hetimin e parë. Po pse nuk dilte në ky fakt në media? Sepse motivi është thënë për një kredi të butë që e ndjera kishte shkuar 24 orë para, e detyruar nga familjarët e Erionit dhe nga vetë Erioni të kërkonte në njësinë administrative. Për riparimin e shtëpisë. Kur këto para ishin në çatin e shtëpisë, ne nuk e dim shumën e saktë se sa ka qenë. Jo, se dim. Flitet që është një 37 milion, me dokumenta diku të kanë thonë ke 31. 31 milion. Po. E qartë. Që është me paka shumë, se nuk e dim, nuk kam se asë shtoja se të hedhë balë mbi të. Qartë. Po, diku me letra që. Dhe, duat ndaloj dhe në një fakt tjetër. Babi në emision në kaluar tha që 3 persona, brenda saj familje, janë gjetur shenja baruti në duar. Këtë nga rijetimi apo nga jetimi i parë? Rijetimi. Rijetimi. Ti nuk e dije këtë si fakt. Jo. Pra rjetimet po hapen shumë detaje. Kaq detaje më thënë në media dhe kaq do themi dhe ne sot. Edhe di që në momentin që pistoleta është gjetë mas shtëpisë, nuk ka asnjë lloj sheje gishtash asgjë. Pra është e pastër. Është e pastër. Tani, mbaj mend që babi herën e kaluar tha në këtë studio që ka pasur një përleshje atë natë. Përleshje ka qenë debati, domethënë, për pjesën e kësaj kredie që është marrë. Që u aplikua. Po, u aplikua, a kupton? Edhe kanë dalë konflikte, domethënë, që ka qenë shkaktarja nëna ati, që është hap gjithë ky shkak. Jo po erdh kjo me na morë shpinë, jo po këtë, jo po nesa, asaj nuk i kishin dhënë as djalit, as babaj, edhe as nonës kredi, se ishin në gjendje djali pa punë, kurse nonë dhe ishin invalid me babajnë, ishin invalid edhe nuk përfitoshin kredi përveç motrës time dhe burrit bashkëshortit. Edhe kjo, jo po erdhi kjo në marrë shpinë, këtë edhe, aty lindi i tip konflikti, po jo se shkojte me këtë gratë, kupton. Dhe konflikti ka qenë gjithmonë nga ana e vjerrës. Po. Në fakt, me nënën e Erion Sinanit, motra juaj e ndjerë ka pas konflikte. Siç ka treguar edhe babi, gjë që nuk është pasiruar më parë në media. Që është e drejtë, kuptoj që është janë të vërteta çdo gjë. Qoftë edhe për një lyerje flokësh, kishte debate midis nusës edhe vjerrës. Të shprehur ndonjëherë motra për pak kënaqësitë që kishte në familje. Ishte shumë e refuzuar, e revoltuar. E revoltuar dhe nuk u shprehte shumë, se fund nuk donte të prishte një familje ose kështu, se thonte ishte në bashkëpunim me babin është hapur. Ka pas një lidhje shumë speciale me zotin Kasem. Me mu nuk u tregon të shpesë se e kisha dhe qik me rakun e jo se pse të bëjmë debate ose gjëra tjera. U rrun të shumë, se nuk donë të shkatron të i familje. Qartë. Zotin Kasem, nuk duat të vë në siklet, se sa herë prej këtë marrëdhënie që ti ke pasur me Migenën, ndjehem edhe unë keq. Në fakt. Është normali që baballarët të kenë këtë lloj marrëdhënie. Mua më vjen mirë që e ke mbështetur për çdo problem që ajo ka pasur në familjen e ish bashortit tashmë. Kështu që ti duhet të ndihesh krenar për vajzën që ke pasur dhe për marrëdhënien që ke pasur. Dhe për luftën e jashtëzakonshme që ju bëni për të shkuar të drejtës deri në fund dhe pse jo për të marrë edhe kujdestarinë e fëmijëve. Duhet të ndihesh krenar, kështu që kokën të lutem jo poshtë, edhe ndonjë pikë loti po doli do të thotë që ti e ndjen ende atë dhimbjen tënde, edhe burrat mund të qajnë, kështu që ti je krenar për gjithë shka që ke bërë, për këta fëmijë që ke rritur dhe për ato nipër edhe mbesa. Dakord? Ndjekim hapësirën e parë publicitare dhe rikthehemi menjëherë në transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e 2 dhe 3. Mbas hapësirës së parë publicitare jemi në pjesën e dytë, përpara se fjala të kaloj tek zonja Eda Grimçik, psikologja e njohur, avokatja e njohur, dua të ndaloj pak tek Arieli. Ariel, kur është hera e fundit që ti e ke takuar Erion Sinanin? Unë vetëm se e kam pas, e kam taku. Jo, biseda e fundit, e mban mend bisedën e fundit? Ka qenë në Korrik. Çfarë tha? Ishte vetëm thjesht me kjo debati i fëmijëve. Sa ka marrë me marrë fëmijët, tash më shtëpi nuk i merr fëmijët, dhe kaq ka qenë biseda fundit. Refuzimin që i ka bërë apartamentin që ti do t'i bleje, një banese që ti do t'i bleje? Se ka pranuar. Po pse, arsyetimi, mos pranimit? Jo, do të rri aty ku jam rritur, të rritën dhe fëmijët e mi.
Edhe pse I bënte dëm vajzës. Po edhe vajzës edhe djalit, se normalisht. Shiko, nga ajo çfarë kam diskutuar me babin dhe jo vetëm, por edhe me ty, unë shikoj që atashimi I këtij prindi, I babait, I Erion Sinanit, është I ndryshëm qasja që ai ka me djalin dhe me vajzën. E keni ndjer ju këtë gjë? Po, shëndjesh. Po edhe djalit, domethënë erën e fundit nuk ka afru. Pra, dikur afronte djalin. Po, edhe djalit tani ju ka largu. Edhe I ka bërë një pyetje që nuk I ka bërë djali babës vetë. I ka bërë një pyetje, po s'desha ta citoja këtë gjë. Jo, mos e cito. Se është shumë rënd. Kam pa video nga thonë, në televizor, thot, për këtë rast. Që I ka bërë pyetje djali. Okej. Edhe si u ka përgjigj. Ai ka fillu të bëjë pyetje, që thot gjyshi për mu, që thot daja për mu, am shajl, si thonë ata s'mlen mu me taku, pyetje të tilla. Jo afrimitet babë fëmijë. E qartë. Erioni vazhdon të punoj përsëri turni 3? Po, turni 3. Po mirë, në gjykat kur ai shkon, si e mbron veten e tij, duke thënë që kam një nën me aftësi të kufizuar, në moshë e moshuar, që ai kujdeset për nënën e vet, dhe turni 3 kur fëmijët të vinë në shtëpinë e tij, siç pretendon Erion Sinani, kush do kujdeset për fëmijët? Se di. Shiko, unë në aktin e ekspertimit pash disa foto. Ai ka bërë një riparim të shtëpisë, thirrje që I ka bërë edhe shqiptarëve pas vrasjes së Migenës që kush mund të kontribonte që fëmijët të riktheheshin në atë banesë, por ajo banesë kishte nevojë për rikonstruksion. Do doja të dija nga ajo çfarë pash. Pash një dhomë me 2 krevate. Ajo dhomë kujt është? Ajo është dhomë me ish modrës time, të ndjer. Pra ku ka ndodhur krimi? Është hequr krevati Është hequr krevati dhe për dhomë për fëmijët. Po pse I gjeti pikërisht atë dhomë kur ajo shtëpi ka disa dhoma? Po se ajo dhomë është më e mira, si më e mira. Po. Pash edhe një dhomë të mbyllur. Çfarë ishte ajo dere mbyllur? Se diu, janë dhomat e tyre sekrete. Eksperti kur ka vajtur si sekrete, ka dhomë sekrete në Po derisa se kanë leju. Unë nuk besoj që në shtëpinë e shqiptarëve ka dhoma sekrete. Po ja që dolen. Me aq pak sa mund t'i njohun shqiptarët. Ma shpjegoj janë. Do ma shpjegoj avokatja. Jo, desha t'ja merja pak fjalën. Po derisa familjarët nuk e kanë leju të futet eksperte. Dua të marr mendimin tënd si Ariel, sepse ti e njeh më mirë, por ka një këndvështrim ndryshe avokatja. Okej, mirë. Eda, jemi bashkë këtu. Para se të hynim transmetim të drejt për drejt në IPAM, së bashku me Irenën dhe kemi qasjen tonë. Ti vetë si e ndjerë në seancën e fundit në gjykat? Si vajti ajo seancë? Po e nis pak më herët që kur familja Kodra më kontaktoi, e kisha parë rastin tek ju, po kisha parë dhe një rast tek Stopi, ku ata kishin probleme me psikologin që kishte bërë aktin. Dhe nuk po e them thjesht si ngjarje, sepse do dali që dje në seancë, pikërisht psikologja cilët ata e anatemuan, e çuan në komision disiplinor, dje, kanë ardhur në gjykatë dhe kanë thënë akti është shumë I mirë, ne nuk kemi asnjë kundërshtim, një 2 gjëra të vogla dhe është vërtet kështu sepse e ka thënë dhe psikologja më përpara, dhe akti I saj ka qenë shumë I mirë dhe në atë moment jam kthyer e kam thënë, a është kjo psikologja që ju e keni anatemuar, që keni çuar në komision disiplinore të gjitha dhe nuk flisnin. Tani, në momentin që ka ardhur familja Kodra dhe më ka treguar këtë histori, këto janë disa çështje të cilat shkojnë përtej profesionit. Këto janë disa çështje që çdo avokati I shënjojnë pak edhe karrierën, edhe profesionin, sepse janë çështje të cilat nuk mundet në asnjë mënyrë të bëjë një mbrojtje të ndarë nga ana shpirtërore apo nga ana njerëzore dhe të bëjë një mbrojtje vetëm ligjore. Kur më kanë shpjeguar rastin, e kam dëgjuar dhe e kam dëgjuar ftohtë si çdo rast, por kur unë kam parë atashimin e të 2 fëmijëve, I kishin me vete, me dajën edhe me gjyshin e tyre, aty kam vendosur që këtë çështje do ta çoj deri në fund, ashtu si kundërthot dhe ligji, për interesin më të lartë të atyre 2 fëmijëve. Mua më mjaftoi 5 minuta të kuptoja interesin më të lartë të atyre fëmijëve. Por prap qëndrova e ftohtë sepse nuk e njihja babain e tyre dhe thash që do ta ndjek profesionalisht këtë çështje pavarësisht se e mora shumë për zemër këtë si çështje. Kur kam shkuar në gjykatë dhe kam parë babain e fëmijëve, jam shtangur. Një njerëz shumë I ftohtë,
që nuk shikonte as gjykatën në sy, që kur fliste me një zë të ullët, po thuaj se nuk donte që të dëgjoje plot përgjigja. Patjetër që kishte përfaqësuesen e vet mjaft agresive kundër familjes Kodra dhe i thash përfaqësueses ligjore që nuk mundemi ne si avokati jemi kaq agresiv me palët dhe me cilën palë, me palën që i ka vdek një fëmijë. Çfarëdo që të ketë ndodhur, këta janë të vetmet viktima. Zoti Kasem Kodra ka humbur vajzën e tij të vetme, Arieli ka humbur motrën e tij të vetme, dhe sot i vetmi faj që kanë këta njerëz është që po çojnë amanetin e motrës në vend. Motra nuk e dinte që do të vdiste, por nuk mund të ketë amanet tjetër se përveç se ata dy fëmijë. Edhe për këtë goditen gjykatave, anatemohen emisioneve. E vërtet? Anatemohen emisionet që i japin zë kësaj çështje. E vërtet, siç na ka thënë. Dhe vinë në gjykat dhe kërkojnë çfarë. Atëherë, këtu janë dy akte ekspertimi. Historia ka nisur që kur familja Kodra mori kujdestarin, dhe në momentin që familja Kodra mori kujdestarin, ai filloi gjyqet. Në momentin që filloi gjyqet, u armiqësua në mënyrë të papritur me familjen Kodra. Dhe unë e dëgjova me vëmendje dhe insertin tuaj dhe çfarë ai ka deklaruar këtu tek ju, por ka një çudi të madhe. Deklaron që kanë qenë si vëllezër me njëri tjetrin, që kanë pas marrëdhënie shumë të mira. Kjo nuk është e vërtetë. Nuk e di kur gënjen, a ka gënjur herën e parë, apo po gënjen në këtë akt ekspertimi se janë bërë disa takime me psikologët. E dini se si shprehet Erion Sinani për familjen Kodra? Erion Sinani thot, në akt ekspertimi janë zbardhur të gjitha bisedat pa ndryshuar absolutisht asnjë fjalë. Gjatë intervistës evidentohen ndjenja të forta zemërimi dhe inati të Erion Sinanit kundër familjes Kodra, duke i cilësuar ata si skizofren, të sëmur, mashtrues dhe me precedent penal. Ai i fajson ata për vdekjen e vajzës së tyre dhe thot, ata duhet futen në burg, ata e kanë fajin që vdiq vajza e tyre. Pra, është ekspertja e fushës, por unë nuk e kuptoj këtë gjë. Do me thanë, në shtëpin të zëmë se Zoti Erion është një viktim edhe ai. Nuk mundet ai të pretendoj që një babaj i cili qanë çdo ditë për vajzën e tij ta cilësoj si skizofren dhe ta bëj edhe fajtor të vdekjes së vajzës, vajzë e cila u vra në rrethana shumë të çuditshme dhe të pahetuara, natën në dhomën e saj të gjumit, në sy të fëmijës së saj. Pra kush është viktima këtu? Këtu viktima është Migena, apo këtu viktima është vrasësi? Sepse vetë Zoti Erion justifikon vrasjen e të vllajt duke thënë më poshtë, vllai im ishte shumë i drejtë, vllai im ishte njëri shumë i mirë. Po. Dhe ata e kanë fajin, sepse ata i kanë rënë qaf vllajt tim. Për çfarë? Nuk e di. Pra në gjithë historinë, kjo familje, në gjithë strumullari i sherrit dhe i palumturisë së këtyre njerëzve dhe justifikimi këtyre njerëzve është paraja. Në qoftë se tani pretendohet që Migena pas ka shkuar të marrë një kredi, këtu nga mënyra se si e tregon sot Zoti Erion, thot që lekët babaj Zoti Kasem Kodra kishte kërkuar llogari për lekët që i kishte dhënë të bijës, sepse ja kishte dhënë të bijës dhe jo këtyre. Pra, këtu nuk kuptohet ku qëndron problemi dhe kush është historia e vërtet. Familja Kodra e tregon që kanë pasur gjithmonë probleme. Migena ka pas probleme me vjerrën, ka pas probleme me kunatin. Ndërkohë, tani pretendohet që jo, kanë qenë probleme ekonomike, sepse dhe vetë nëna e Zotit Erion, këtu brenda në akt, thot, unë me nusen kam shkuar shumë mirë përveç periudhës së fundit. Dhe nuk kuadrojnë këto dy gjëra së bashku. Migena i ka thënë tjatit që ishte e palumtur, që jetonte e shtypur në atë shtëpi, që nuk guxonte të luante as flokët, që nuk guxonte të kishte një jetë normale. Edhe tani fajtori gjitha këtyre është Zoti Kasem se mbështeste vajzën e vet. Nuk është vetëm familja Kodra, më faleta që ndërpres, por edhe ne na kanë ardhur dëshmi të cilat nuk e di pse stepen nga njerëz që kanë qenë shumë afër Migenës, për të ardhur dhe për dhënë dëshminë e tyre anonim, i plot, pa identifikuar, është një shoqja e saj që tregon gjithçka që Migena ndante me shoqen e ngushtë. Kur themi për probleme ekonomike, atëherë si ka mundësi që është gjetur një shumë parash ditën kur policia ka mbërritur në çatinë e shtëpisë?
Sipas procesit verbalit, sepse unë tani kam tërhequr edhe dosjen penale dhe patjetër do ta ndjek këtë çështje edhe çështjen penale do ta ndjek edhe në prokurori, sepse për mua është një çështje e pahetuar, nuk e di qëllimisht apo për neglizhencë, apo nuk e di, ose ndoshta duke pat parasysh që vrasësi ka vrarë veten, është marrë për si e mirëqen, ajo është një dosje e pahetuar. Më dilë ke proces verbali, kush na garanton ne që kanë qenë në çatin e shtëpisë ato 30, 31, 37 milion? Sipas proces verbali janë 31 milion. 31 milion. Po, të gjetura që janë biles janë kthyer zotit Erion. Nuk e dim sa kanë qenë më tepër, apo jo, po 31 janë të sigurta. Po pse dilte Erioni në media dhe kërkon të ndihmën e shqiptarëve pas vrasjes së Migenës? Nuk e di sepse dilte, di që ka bërë disa erthirje, i është drejtuar edhe njësisë administrative, merr pensionin e fëmijëve dhe nuk ka dhënë asnjë lek zotit Kasem apo Arielit, sikur një 5.000 lekë të vjetër për ushqim për fëmijët, apo duke çuar një çantë me ushqime. Merë pensionin e fëmijëve. Dhe e ka futur si të ardhur në akt ekspertimi që ka bërë dhe punojnësa sociale, duke e konsideruar si të ardhur që ne kemi të ardhura. Me thënë, kam parë fotografi të shtëpis dhe gjendjen e mjerueshme. Nëse do të kishte bërë një restaurim apo një rekonstruksion të shtëpis, me aq lek, aty nuk është bërë asnjë gjë. E vetmja gjë që është bërë aty është një lyerje shtëpie, dhe prap ishte në gjendje të mjerueshme me lagështirë, dhe thjesht krevati ku është vrarë Migena Kodra, sot flen vjerra e vetë, dhe janë bërë vetëm 2 krevate tek në atë dhomë, dhe pretendohet që në atë dhomë duhet të shkojnë këta 2 fëmijë. Po si mund të flesh mbi gjakun e një njeriu që... Gjëja që nuk ishte kjo gjëja, por gjëja që më la një shihet keqe dhe më tronditi më shumë është një fakt tjetër, cilin unë e ngrita edhe në gjykatë. A ta them unë një fakt, me që më kujtove shtëpinë, sa harrova t'ja thoja Arielit, si ka mundësi që në atë shtëpinë, ato pamje që ne pam, ishin kudo fotografia e vllajt të Erion Sinanit, e autorit të ekzekutimit të Migena Kodrës, dhe asnjë foto e vetme e Migena Kodrës si kujtim, dhe si mundet ata fëmijë të shkojnë, dhe kudo të jetë fotoja e... Kjo ishte pyetja që i bëra gjykatës, dhe i thash ekspertët sociale, thash, ju lutem, a pat, se ndoshta nuk është e pasqyruar, ndonjë foto të zonjës Migena në shtëpi, jo tha nuk ishte asnjë foto, as në dhomën e fëmijëve i thash, as në dhomën e fëmijëve. Gjëja më e rëndë është që përveç sa ata po e zhdukin fare imazhin e Migenës dhe po e zhdukin fare ekzistencën e Migenës siç ju mor dhe jeta në atë shtëpi, ata duan të fshin edhe nga kujtesa e fëmijëve me këto veprime. Kanë deklaruar që nëse gjykata do t'u japi fëmijët nuk do të shkojnë më te gjyshrit. Kanë thënë që nuk do t'i lejojnë më te gjyshrit, është e pasqyruar këtu në akt. Dhe kanë thënë, nga pyetja që ka drejtuar psikologja, nëse fëmijët po të vinë këtu do të kërkojnë gjyshrit, do t'u them do të çojnë nesër. Nesër derisa fëmijët të harrojnë. Unë për shpirt nuk do t'u çoj më kurrë fëmijët gjyshërve. Kjo është deklaratë e zotit Erion. Dhe kur unë e pyeta drejt për drejtin në gjykat, nuk u përgjigj. Edhe trupi gjykues u shtang. Dhe ndryshe deklaron Arieli dhe Kasemi. Ndryshe deklarojnë ata. Ndryshe ka deklaruar ai në vendimin e gjykatës apelit. Ne jemi njëjtë me vendimin e gjykatës apelit që ja ka hequr kujdestarin familjes Kodra. Dhe mu vua aty përpara sepse nuk na ishte komunikuar dhe kërkova 5 minuta kohë për ta lexuar dhe e kam lexuar aty. Aty thoshte që një nga shkaqet sipas ligjit e patjetër për heqjen e kujdestarisë, sipas ligjit dhe kodit familjes, është që me sjelljen e vet, babai mund të ndikoj jo në interes të fëmijëve, po kundër interesit të fëmijëve. A ka shkak më të madh të deklarosh se kur nuk do të aqoj gjyshërve dhe fshirja e memorjes së nënës, a është kjo në interesin e fëmijës apo kjo shkon kundër interesit të fëmijës? Bëhet fjalë për 2 fëmijë që kur kanë shkuar, kam takuar tjatin, vajza nuk afrohej, ose nuk reagon, të pavarësisht se e njiftë tjatin. Djali kur ka shkuar ka takuar tjatin, ka qenë i gëzuar dhe si e dëgjuat se si e deklaruan kanë qenë të gëzuar, sepse familja Kodra nuk u ka folur kur keq për babain. Dhe ndërkohë ky që akoma nuk i ka marrë fëmijët, deklaron dhe betohet se nuk do t'i lejojnë më fëmijët. Pra 2 fëmijë, cilve ju vra nëna,
ikën nga banesa, mezi u janë mësuar dhe kanë krijuar një farë sigurie te banesa e gjyshëve të cilët kur psikologi e ka pyetur si e ke shtëpin, ata shtëpi njohin pikërisht shtëpinë e Zotit Kodra, Kasem Kodra. Dhe tani, të marrësh 2 fëmijë, për cilët babai me vullnet të lirë 1 vit e gjysmë nuk i ka takuar sepse ka pas vendim gjykate që nuk e pengonte asnjë gjë t'i takonte. Me vullnet të lirë për të ngritur gjithë farsën e konfliktit gjyqësor që Gjoja nuk më lejon t'i takoj, sot vjen dhe kërkon të bëj betej për të marrë fëmijët, për t'i marrë dhe për t'i quar ku. Çfarë mund bëj më tepër familja Kodra se ti thot, meri fëmijët, do t'i japim një shtëpi, të lutem, jo aty ku na u vra motra. Dhe sa po hyje në atë banesë, si pas aktit ekspertimi, fotografia e parë ishte e vrasësit të Migenës. Aty do të rriten ata fëmijë. E visa ti bëre pyetje për një derë që nuk hape i dhoma e fshet. Ajo nuk është dhoma e fshet, ajo është dhoma muzeale e vrasësit të Migenës. Është ruajtur si çka që? Është ruajtur, ajo është dhoma e tij, është ruajtur dhe nuk është lejuar as ekspertja të futet aty brenda. Kemi mendova se aty flinte zoti Erion, dhe i kërkova zotit Erion përpara ekspertes që të thosha më fal ku fle zoti Erion, dhe ekspertja më tha fle në divan. Pra as vetë zoti Erion nuk futet në atë dhomë, ajo është dhomë muzeale. Pra, po i ngrëm një dhomë muzeale autorit dhe kriminalit, dhe në atë dhomë muzeale që askush nuk mund të hapi, duhet të rriten 2 fëmijë me perceptimin e misterit dhe të prezencës së vrasësit të nënës së tyre aty. Ndërkohë, asnjë fotografi e zonjës Migena në shtëpi, imazhi. Në qoftë se zonja Migena nuk u kishte faj kësaj familje, pse kjo sjellje me të ndjerën? Që të mos ketë, si ka mundësi të zhduket nga jeta e asaj familje e ndjera e cila është nëna e 2 fëmijëve, ka sjell sikur asgjë të mos kishte bërë në atë shtëpi, ka sjell në jetë 2 fëmijë të cilët kanë gjakun e familjes Kodra dhe të familjes Sinani. Si mundet të konsiderojnë si armike zonjën Migena, aq sa t'i fshin emrin, foton, fytyrën. Biles në salon, unë e kam parë këtu, është një foto ku Migena është si në sfond e kanë fshirë imazhin e Migenës. Çfarë ka bërë Migena? Ka të rëndë që duhej të urrej nga kjo familje deri sa të vritej nga kjo familje. Atëherë, vetë sjellja e tyre në mënyrë të pavullnetshme tregon që nuk kemi të bëjmë me një vrasje skizofrenie të momentit. Ka motiv shumë të rënd aty brenda. Dhe ka motiv i cili është akumuluar deri në vrasje. Dhe prezenca familjes Kodra, e cila soporton të fëmijën, ky ishte shkaku i urrëtjes sepse këta ishin aty, këta e dinin, këta po merrnin vesh se çfarë po ndodhte aty. Pas ka qenë konflikt. Një familje që ka 30 milion lekë, pse duhet marrë kredit but? Pse duhet drejtohet për kredi? Këta nuk ishin në një familje, s'kishin të ardhura, sepse vetëm atë natë janë gjetur 31 milion lekë të fshehura në çati. Ama, në proces verbal, po sa janë gjetur realisht, këtë nuk e dim. Këtë nuk e dim, por nuk mund të... Gjithsesi, narrativa jote, analiza jote më ka shokuar, më ka lënë ka dhe diçka tjetër. Do ta jap me njëherë fjalën, sepse jemi të detyruar të zbatojmë këto hapësirat publicitare, publiciteti i dytë. Rikthehemi në pjesën e tretë dhe të fundit, përfundon komentin e saj avokatja e njohur dhe më pas do dëgjojmë edhe mendimin e psikologës mbas një narrative që na ka lënë pa fjalë. Ndjekim publicitetin. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit. Zonja Ida përfundon komentin tënd në lidhje me disa detaje që ende nuk i ke ndarë, se pastaj pjesa tjetër i takon psikologës. Një detaj tjetër që nuk kam ndarë, por që unë e vura re sapo më solli ndosjen dhe aty e kuptova që këtu kishte diçka shumë të rëndë. Fakti që kur janë mbyllur hetime nga prokuroria dhe çështja ka kaluar në gjykatë pastaj për miratimin e mbylljes së çështjes dhe gjykata me të drejtë nuk e ka pranuar, kur gjykata i ka pyetur palët që janë cilësuar si viktima, zoti Erion ka deklaruar që zoti Erion përfaqëson vllajin. Pra, është përfaqësues i vllajt dhe është në atë gjykim si përfaqësues i vllajt, si viktimë e të ndjerit vllaj që ka vrarë veten. Dhe ka qenë kundër bashkëshortes, së ndjerës bashkëshorte dhe kundër familjes Kodra, të cilët përfaqësonin, ishin viktima të ndjerës Migena Kodra. Pra, zoti Erion nuk e ka konsideruar veten si bashkëshort cili i kanë vrarë gruar. Absolutisht.
Madje ka duke cilësuar bërë dhe veten fajtore. si vllai i vrasësit. Dhe ka kërkuar mbylljen e hetimeve. Kur palët kam deklaruar dhe kam thënë përfundimisht në cilësinë e viktimës çfarë kërkojnë, zoti Erion ka kërkuar pranimin e kërkesës prokurorit dhe pushimin e çështjes nga gjykata, dhe familja Kodra ka kërkuar hetim të plot, sepse nuk ka në armë gjurmë gishtrinsh, është gjetur arma e fshehur në një kasolle larg trupit, kush e mori dhe kush e fshehu, Po? dhe si ka mundësi që aty askush nuk është pyetur të japi minimalisht spjegime. Dhe prova e re që ka dalë janë gjurmët e barutit, si në duart e nënës së Erionit dhe në duart e zotit Erion. E të mërshme. Kjo çështje do hetohet deri në fund dhe nuk do kaloj pa dalë vrasësi i vërtet dhe motivi i vërtet. Dhe akoma pa u hetuar kjo çështje, pa patur një vendim nga prokuroria, kërkohet që ata dy fëmijët e zonjës Migena, të kthehen aty ku është vrarë nëna dhe të rriten me kultin e xhaxhait, i cili bëri drejtësi duke ju vrarë nënën. Se këto janë fjalët e zotit Erion. Në qoftë se ai është vetë vrarë, jo në qoftë se ai mund të jetë vrarë. Është vetë vrarë dhe është vetë vrarë me 2 plumba, jo me Po pra, 1. një poshtë mjekrës dhe një afër gjoksit. Po, Një person që po. një person a mund ta godasi veten 2 herë? Kjo është një pyetje e cilët organi akuzës do t'i japi patjetër përgjigje. E vërtet. Jemi të shokuar nga gjithë narrativa jote, thash sot, si rrallë herë, sepse ke një natyrë mbrojtje ekspresive përsa i përket çështjeve të tua. Prandaj thash Eda Grimci, avokate e mirënjohur, sepse në media shumë njihesh dhe mirë bën që njihesh për natyrën tënde ekspresive, po sot ishte një tjetër narrativ, Eda, një natyrë që s'ta kisha njohur më parë. Është ajo që unë thash në fillim, disa çështje shenjojnë jetën profesionale të një avokati, dhe këto janë ato çështje ku njerëzorja nuk mundet të ndahet dhe me profesionalen dhe të jem e ftohtë. E bën dot këtë ndarje? Se unë e kam pak të vështirë në rastin konkret. Jo, profesionalisht, patjetër që jam e ftohtë, por fakti i prekjes që më bën kjo çështje nga ana njerëzore nuk më zbe shikimin apo objektivitetin. Thjesht më jep forcën që këtë çështje ta çoj deri në fund dhe i kam thënë familjes Kodra, këtë çështje unë do ta çoj deri në fund. Mirë, neve na Si keni çështjen pas. penale, ashtu edhe çështjen civile. Neve na keni pas dhe ju tha që intimidimi kanë qenë që nga ekspertët tek ju, tek familja Kodra, tek psikolog, na përfshini dhe ne në atë gjë, sepse unë jam telefonuar pas emisionit të parafundit, jo të fundit, se të fundit me zotin e kam thënë drejt për drejt edhe për zotin Erion Sinani dhe për mbrojtjen e Erion Sinani, që më kanë telefonuar dhe më kanë thënë që me çfarë të drejte ti shqetëson klientin tim, dhe po i them kolegës tënde që klienti në 8 prill të 2023 ka kërkuar të bëhet pjesë e emisionit Me zemër të hapur, jo vetëm për të rrëfyer vrasjen e Migena Kodrës, por më pas për të kërkuar ndihmën e po kësaj studioje, dhe unë jam e njëjta fatmirësisht në këtë studio për të riparuar banesën dhe për t'i bërë thirrje të gjithë shqiptarëve. Vetëm këtë gjë mos ta harroj zoti Erion Sinani, telefonata që unë i bëra zotit Erion Sinani ishte shumë dashamirëse, që unë të mos jem e njanshme, mos dëgjoj vetëm familja Kodrën, po të dëgjoj edhe vetë Erionin. Erioni si të dëshiroj, numrin e telefonit e ka, edhe mbrojtja e Erionit e ka, edhe një herë për të disatën herë po ja bëj thirrjen publike, le të bëhen pjesë e emisionit Me zemër të hapur, jam e gatshme të hap dyert kurdo që ata duan dhe të bëhen pjesë e kësaj studio. Qoftë përballë familjes Kodra, qoftë edhe veçmas, siç po bëj me familjen Kodra, sepse Erion Sinani nuk kërkon të përballet as me mua dhe as me to. Tani, dua të kaloj tek Irena. Irena, është nga ato emisionet që e kam parasysh që ty të pëlqejnë shumë për sa i përket anës profesionale, se duket e shumtuar kur bëhet fjalë për vrasje, por të pëlqejnë sepse janë shumë profesionale. Atëherë, kush është komenti jot? Dhe jo më kot unë ndroj psikologet her pas here në këtë studio tek rasti i Migenës për të marrë gjithsecili nga ju një mendim profesional që po shkojmë shumë pranë atij raportit psikologjik që u anatemua në media, por që fatmirësisht në seancën e fundit është thënë që është një raport i mirë. Evis, së pari faleminderit për ftesën, veçanërisht në ditën e sotme.
sepse edhe në bisedën që ne zhvilluam ditën e djeshme, pavarësisht angazhimeve të parashikuara profesionale që Po, i ke shtyrë të gjitha dhe të falenderoj. Sa po u njoha me rastin, sa po mora vesh që ishte rasti i Migena Kodrës, u rënqeta dhe pa një pa dy, tash rënd ti duhet shkosh. Duhet të bëjmë zërin e asaj vajze që u shkëput në lule të rinis nga kjo jetë dhe me një fëmijë të mitur në shtrat, që kjo është një detaj për mua thellësisht tronditës, thellësisht lebetitës dhe lemerisës. Dhe që në atë krevat të vjera sot. Dhe Ka që marrë falë, duhet ishte urrejtja për Migenën, sa që as ftyra një fëmije që i kanë familjar nuk i kanë dalur. Dhe kjo ishte absolutisht një element i shtuar tronditës, pra gjëja që ndau edhe zonja avokate me ne, sepse Migena Kodrën nuk mund të ambuloj pluhuri i harresës. Shtuar dheut që i është hedhur mbi fytyrë dhe mbi trup nuk mundet të hidhet edhe pluhur harrese. Mbi një nën aq të re, aq të nderuar dhe aq të përkujdesur që përveç se po duronte me një dhimbje të skalitur në shpirt, po duronte në heshtje për aq vite, si të mos i shkëpuste fëmijët, si të mos e shkatronte nocionin, institucionin e familjes, sepse vetëm funksionalisht nuk ishte si familje, sepse nuk i gjindeshin, nuk e mbështesnin atë vetë emocionalisht në detyrat e saj prindërore, por përkundrazi ja vështirësonin bashkëtesën, dhe një trajtim absolutisht i pamerituar, që veçanërisht pas vdekjes, ku fokusi duhet ishte pikërisht mbi këta dy fëmijë të mitur dhe një qasje plotësisht e papranueshme ndaj këtij burri të nderuar që unë kam fatin ta kem përballë, ndonse më dhëmb shpirti që në këto rrethana, sinqerisht e vi se kam të vështirë ta menaxhoj kur e shoh të përlotur edhe gati duke u dritur sapo. Mund të shikojmë diku tjetër, se dhe unë kam të vështirë me zotin Kasim. Sepse ka një ndjenjë misioni në shpirtin e këtij zotërie dhe në shpirtin e këtij vllai, që t'i shkoj deri në fund zbardhjes së kësaj të vërtete, ka një ndjenjë misioni që i mban në jetë, që i mban psikikisht aktiv dhe funksional, dhe këta duan që ta zbulojnë, ta zbardhin këtë të vërtet, sepse është pikërisht edhe një mekanizëm shumë i shëndetshëm i trurit, një mekanizëm përballimi, një mënyrë përballimi për t'i dhënë kuptim dhembjes së tyre. Duan t'i japin kuptim. Njëkohësisht ajo që arrit të kuptoj dhe këtë e them me dhembje, pavarësisht se nuk u fol, besoj që ka goxha ndjenja faji dhe vetë akuze që ende janë të papërpunuara. Pra si ndodhi, pse ndodhi, a mund të kishim bërë gjë për ta shpëtuar dhe për të mos se dhe lajmin e kanë marrë vesh nga media dhe i parë ka qenë Kasimi. Kjo është çështja e traumës së parë. Ka një zi të thellë, pra ka një proces zije të komplikuar, sepse është një mbyllje emocionale që nuk bëhet dot, sepse është një plag aktive, një plag që është ende hapur, dhe një plag që sa vjen edhe thellohet dhe gërmohet dhe rëndohet. Apeli im për babain e këtyre dy fëmijëve të mitur është pa diskutim që të kujdesen për atë kujtim të ndritur të Migenës, të jem falenderues ndaj këtyre dy zotrinjve dhe ndaj nënës së Migenës së ndjerë, sepse këta janë heronjtë e vërtetë të kësaj historie, dhe ata dy fëmijë, ata angjëjt e vegjël që ne i pam në fotografi, janë viktimat e heshtura të asaj tragjedie, të asaj ngjarjeje të ngjethse, të kobshme. Kështu që të përkujdesen për të patur një stabilitet emocional, të ruajtur qetësinë e këtyre fëmijëve,
përkujdesen për mirëritjen, mirë edukimin e fëmijëve, sepse ata kanë mirë kur figurat kujdestare janë të qëndrueshme, pra edhe këto vajtjaardhjet në mënyrë kështu kaotike, pra njëherë tek babai jepet kujdestaria, pastaj rifitojnë gjyshin, nuk janë të mira, aq më tepër kur trajtimi është më së i mirë dhe atashimi juaj është goxha i sigurt dhe goxha i konsoliduar dhe ata fëmijë duan që të jenë në atë ambient. Dhe sigurisht që nuk ka se si ta duan të qëndrojnë në atë ambient traumatik, që i reaktivizon veçanërisht vajzës së vogël, pra një fëmijë 18 muajsh, sado ne mund të vëmë në pikpyetje aftësinë e saj për të mbajtur mend, ne kemi memorie emocionale, pra sistemi ynë nervor dhe trupi e ka të regjistruar ngjarjen, pra po ky fëmijë mban mend. Pavarësisht pikpyetjeve, pavarësisht hamendësimeve, pavarësisht dyshimeve, të vetmet hije dyshimi ekzistojnë mbi dinamikën e ngjarjes dhe jo mbi kujtesën e atij fëmije. Ai fëmijë ka ende aktiv atë episod, kështu që të mos e dënojmë sërish, të flejë ky fëmijë dhe vllai, kujton komshien, shoqen e Migenës, që ka ardhur dhe e ka ngritur nga shtrati, dhe veprimin e fundit që ka bërë nëna dhe veta jo me dorën. Plotësisht e rënqetur për pra, ka mundësi të manipulohet ky, se vetëm ato të dyja kanë qenë atë pra atë angjëll të vogël, pra nuk mund t'i kërkosh, është tejet çnjerëzore, është tejet mizore, është tejet monstruoze, si kërkesë që ta lësh atë fëmijë të prehet në gjumin e natës, ndërkohë që nëna është larë në gjak aty, pra si mund të flej një fëmijë mbi gjakun e nënës tij, si mundet, në një dhomë që nëna ka dhënë jetë, si mund ta lësh, ndërkohë që fëmia nuk ka marrë ende mbështetjen e duhur psikologjike, fëmia nuk është ndjekur ende në terapi me psikolog, fëmia nuk ka përpunuar traumën, shokun që ka përjetuar. Shko, në atë dhomë kanë qenë vetëm ato të dyja. Sepse edhe ky ekspozim duhet të jetë gradual. Veprimin e fundit të nënës dhe të saj, bashkë me nënën. Fëmia duhet të humbasë ndjeshmërinë në mënyrë graduale, pra si mund ta marrësh atë fëmijë nga një ambient që ndihet i sigurt në një ambient që po merr veten, pra fëmia kishte filluar të ndërvepronte, merrte pjesë aktivisht në aktivitete, pra nuk i mungon kujdesi, nuk i mungon vëmendje të kërkojë ndjes, sepse dhomën e gjumit kanë qenë vetëm këto të dyja. Ajo është dëshmitare okulare, mban mend veprimin e fundit të nënës, veprimin e fundit të saj, ndër veprimin e të dyjave, por dhe personin që e ka marrë nga krevati, ku ka qëndruar disa orë dhe faleminderit që e përmende. Ka mundësi ta mbaj mend një fëmijë 18 muaj? Absolutisht ka mundësi. Ta është sistemi ynë nervor. Se duhen thënë këto, pra se te ky element është luftuar mediatikisht, dhe jo vetëm, por është anatemuar dhe është quar në komision disipline edhe psikologja, raportit të cilës në seancën e fundit është thënë ishte plotësisht korrekt, po sepse ka qenë ka ndryshuar situata, ata janë kontradiktor. Zoti Erion është kontradiktor, nga gjyqi në gjyq, nga emisioni në emision. Në vërtet. Dhe sipas aktit ekspertimit, edhe nga sjellja me familjen Kodra në momentet e para dhe sot. Nuk e kuptoj kush është faji familjes Kodra, pse, çfarë bëri Migena që duhet të vdiste dhe çfarë po bëjnë këta njerëz që po rrisin 2 fëmijë, të vajzës së tyre të zvarritën dhe ata anatemohen gjykatave. Unë nuk e kuptoj kush është faji këtyre njerëzve, çfarë kanë bërë këta njerëz kundër asaj familje. Në fakt ju tha që autorit po i ngrehet lapidar. Po. Mos ndoshta autorit po i ngrehet lapidari se nuk është vetë vrar? Kjo është pyetja ime. Ndjenja fajt? Nuk e di. Ndërkohë, Iren, që ta mbyllim. Më duhet ta mbyll. Pa e parë, se ti pate mundësi të kishe biseda me edhe jashtë kamerave, dhe ata më shumë flasin jashtë kamerave se sa përballë kamerave, dhe aq pak sa flasin në këtë studio na prekin të gjithëve. Përfshihemi emocionalisht, personalisht, dhe është e vështirë të bëjmë edhe atë ndarjen. Komponenti emocional pa diskutim që është i pashkëputshëm, veçanërisht në këtë lloj rasti kaq tronditës. Përveç respektit dhe mirënjohjes ndaj këtij zotërie, unë nuk e di se ç'mund t'i ofroj ky ish-dhëndër. Realisht, domethënë nuk di se si mund të atakohet, nuk di se si mund të gjendet forca që të përballet
gjykatave dhe prokurorive për një Ai çdo çast ka bërë në këtë familje. Për një pas vrasjes Migenës. Pra, në kushtet që as kontributin e detyrueshëm financiar nuk u ka ofruar fëmijëve të tij. Asnjëherë. Pra, nuk është përkujdesur as për veshmbatjet e këtyre fëmijëve, as për shkollimin e këtyre fëmijëve, as për ushqyerjen. Çfarë do thotë kjo? Lëre më që këta fëmijë Çfarë do thotë kanë kjo? humbur nanën. Edhe ndryshimin e një karakteri të cilit nuk ja kishim njohur më parë Erion Sinanit. Në ndryshimin e dëshmive të tij. Trauma të transformon, pa diskutim. Okej, kjo, por të identifikohet, trauma do të apo të advokoj. Transformonte edhe këta njerëz. Nuk është ajo trauma. Nuk është ajo trauma që transformoi Erionin. Trauma e Erionit vrau Migenën. Kjo është deklaratë e fortë. Nuk është ajo. Mbaj përgjegjësi për deklaratat që. Po. Pa diskutim, po. Trauma e Erionit dhe trauma e asaj familje. Vetëm një njeri me guximin tonë mund ta thoshte. Trauma e Erionit dhe trauma e asaj familje vrau Migenën, sepse vetëm kur gjendet shkaku dhe autori i vërtet, të paktën siç dyshon familja dhe unë që përfaqësoj, vetëm aty do të kuptohet cila ishte trauma, cili ishte faji i Migenës, kush ishte motivi i një vrasje të tillë makabër brenda një familje ku as fytyra një fëmije 18 muajsh nuk e ndali vrasësin. Megjithatë, ne duhet të zbardhim ngjarjen dhe pastaj zbardhja e ngjarjes do të na çojmë tek motivi. Ta mbyllim, Iren? Je fort për ta mbyllur. Pa diskutim. Kaq do doja. Këta fëmijë le të marrin atë ndjenjen e qetësisë dhe le të lihen aty ku ndjehen të sigurt, aty ku ndjehen të përkujdesur, aty ku e marrin atë vëmendjen emocionale për cilën ka nevojë, sepse ka nevojë për shumë mbështetje psikologjike. Dhe aty ku nuk i ç'bëhet figura e nënës. Aty ku i nderohet dhe i lartësohet figura e nënës. Ju falenderoj të dyjave për prezencën në këtë studio, falenderit Ariel që të kisha në emision me zemër të hapur, do ta mbyll me zotin Kasem. Unë e di që je një nga personat me cilët unë kam folur vazhdimisht, je një nga personazhet që sa herë komunikon dhe këtu më ka ngelur pak hatri me ty. Ta dramatizoj pak edhe gjithë situatën, sepse flet vazhdimisht me kryeredaktorin e emisionit me zemër të hapur me Anila Akmataj, dhe unë po ta them pse flet me Anilën, unë e di shumë mirë, edhe lidhjen e jashtëzakonshme që ti ke me Anilën, ti edhe përpara se të bëhesh personazhi i këtij emisioni, flisje vazhdimisht me Anilën, komenton vazhdimisht me Anilën, ndan gjithçka me Anilën, sepse me sa duket portreti i Anilës të kujton Migenën. Nuk erdha këtu për të thash më ka mbetur hatri, ke diçka për të më thënë, se më ka mbetur hatri sinqerisht, po e them këtë gjë. Nuk kam çfarë them, se nuk dua të ngasmoj. Dua vetëm të justifikoj pse ti flet vazhdimisht me Anilën, edhe pse Anila këtë e bën edhe me njerëz të tjerë, por unë e di motivin e vërtet. Nuk e kam atë profilin tonë të flas me ty, prandaj nuk e numrin, ta japun numrin. Numrin e ka gjithë Shqipëria në 26 vite. Vetëm një gjë desha të thoj për Migenën. Po. Zoti Erion bashkë me familjen e tij nuk e respektuan as jesën në fëmijëve, por e përdorën si pronë. Dhe unë premtoj që do bëj maksimumin që figurën e Migenës të jetë përjetësuar vazhdimisht për juve. Të ja u premtoj. Fëmijët e tij nuk do t'i majve kokën ular asnjëherë. Do t'i ngjerë lart më lart. Po. Derisa të pushoj pse rrahur zemra ime nuk do të pushoj për ta. Do të kenë krah gjithmonë. Dhe do të kenë. Figurën e Migenës do ta kesh të përjetësuar jo vetëm në mendjen tënde, por të përjetësuar edhe në memorien e gjithë shqiptarëve, sepse rasti i Migenës është nga rastet më të vetme që mediat greke kanë shkruar vazhdimisht dhe i kanë dhënë zë vdekjes dhe vrasjes së saj të mistershme. Do të jemi në këtë studio për të zbuluar dinamikën e ngjarjes së vrasjes, kujdestarisë së fëmijëve, motivit të saj vrasje, se nga pas ke edhe zonjën Eda. Faleminderit. Faleminderit juve për prezencën në këtë studio, faleminderit miq që na keni ndjekur drejt për së drejti në ekranin e televizionit News 24. Bashkë ndajemi këtu nga ky transmetim për të ritakuar në ditët në vijim. Deri atëherë, miru takofshim.